e shët arsyeshme që pas 10 konferencave që i kam bajt para jush gjatë gjithë kësaj periude, që edhe në përmbyllje të dështimit kësaj legjislature, të jam këtu fillimisht për t'ju falenderu juve, vërtet për një punë të jashtëzakonshme që keni bë, e që si politikanë s'ua kemi lehtësu shumë, por normalisht që edhe të shpreh keqardhjen time që ato që i kemi paralajmëruar shumë herët, sot përfundimisht dolën të vërteta. Kanë kalu mbi 9 muaj që kur qytetarët e Kosovës kanë folur me votën e tyre dhe i patën thënë një jo të madhe të ashtu quajtur të referendum të Albin Kurtit, duke i thënë jo po ashtu mentalitetit të qeverisjes një partijake e autokratike. Po ashtu kanë kalu më shumë se 7 muaj kur jemi mbledhur si të zgjedhurit e popullit këtu në kuvendin e Kosovës për të konstituar edhe kuvendin e për t'i dhënë përsëri qytetarëve e Republikës institucione legjitime. Asnjëra nga këto nuk ka ndodhur. Më vjen keq që për herë të parë ndoshta këtu para jush, qysh me 27 prill, apo ndoshta edhe me 23 prill, kam thënë që ky ngërç do të vazhdoj nëse nuk tërhiqet zoti Kurti nga mentaliteti i tij bllokues dhe përfundimi do të jenë zgjedhjet e parakohshme. Kam kërkuar qysh atëherë që këto zgjedhje të mbahen më herët në qershor, në mënyrë që qytetarët ta thonë fjalën e tyre edhe një herë për të na dhënë drejtimin që ata e kërkojnë. Kjo nuk ka ndodhur sepse ky mentalitet bllokues i vetëvendosjes së zotit Kurti e ka sjellë Kosovën pikërisht në këtë situatë, blokad pas blokade, vonesë pas vonese, taktizim pas taktizimi, që sot përsëri në fund rezultati del i njëjtë, jemi duke shkuar shpejt drejt zgjedhjeve të parakohshme. Sot s'ka mbetur më të thuhet asgjë përveç që pas këtij dështimi të paralajmëruar e pas kësaj blerje kohë të panevojshme të 15 ditësh të fundit me kinse mandatarin e dytë Konjumca, Presidenti i Republikës e ka obligim që sa më parë ta shpall datën e zgjedhjeve, që të mos humbet kohë e vlefshme edhe më tej, sepse qytetarët kanë nevojë për institucione legjitime dhe funksionale. Edhe propagandimi i të pavërtetave të shumta që u tentuat bëhet sot me seancën e parë nuk pjenoi. Kosova nuk është duke i rrezikuar as fondet e Bashkimit Evropian me mosvotimin e sotëm, as nuk i ka rrezikuar kreditë e Bankës Botërore me mosvotimin e sotëm, e as qytetarët e Kosovës nuk mbesin pa pagat e tyre në vitin e ardhshëm për mosvotimin e buxhetit të sotëm. Në fakt, ajo që ka mundur të ndodhë dhe sot me votimin e atyre pikave, do të ishte një përligje e mentalitetit antikushtetues, një përligje e qasjes e cila nuk mërzitet përligjet dhe kushtetutën e Kosovës, por një gjë e tillë siç e kemi dëshmuar gjatë gjithë kësaj kohe, edhe me dërgimin gjykatë kushtetuese të shumë rasteve të projektligjeve e ligjeve të kaluara në kundërshtim me kushtetutën, e kemi bërë edhe sot. Unë edhe një herë juve ju falenderoj dhe shpresoj shumë që zgjedhjet e jashtëzakonshme që duhet shpallën me një herë, sot apo nesër, pa humbur kohë, vërtet të japin qytetarëve një mundësi për verdiktin e tyre që Kosovës do të jap një qeveri, e cila para zgjidhash nuk është qeveri e mentalitetit një partijak dhe përjashtues, por një qeveri që e kthen bashkëpunimin si normë, i rekuperon raportet e Kosovës me partnerët ndërkombëtar, e vendos interesin e qytetarëve para zgjidhash dhe jo interesin e pushtetarëve siç kemi pas deri tash. Urdhrani. Kryetari Hamza do të jetë gjithmonë në dispozicion për të shprehur qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës, por për sa i përket kësaj situate këto janë qarta. Ne jemi takuar me presidentën para disa javësh, ku kemi kërkuar që mos ta jap fare mandatin e dytë sepse kemi ditë gjithë që nuk ka shumicë. Ka qenë zgjatim i agonisë institucionale dhe qytetare pa asnjë nevojë. Kështu që edhe atëherë, edhe tash i kemi thënë dhe po e përsërisim, e diela e parë brenda 30 ditëshit të afatit kushtetues është data që duhet me ndodhë sepse s'ka kohë për me humbë. Fatkeqësisht që si kemi marrë
më herët një takim të tillë, ta zonë për mos me u dhonë fare mandati i dytë, se është ditë që është kot, edhe tash do të kishim pas një datë caktuar. Meqense se kjo s'ka ndodhur, shpresoj që presidentja vërtet ta luajë rolin e përgjithshëm si përfaqësuese e unitetit qytetar dhe të shpall zgjedhjet në mundësinë e parë. Nuk është e çuditshme që këta zbulojnë kështu rregulla të reja, të cilat janë kundërshtim edhe me rregullorën, edhe me ligjet dhe me kushtetutën. S'ka gjë për asoj seancës, çu s'ka pas as kur është këtu. Kjo është seanca e fundit që është mbajtur, edhe kjo ka qenë e panevojshme, dhe kjo ka qenë një dështim i paralajmëruar, por tashmë gjithçka është e qartë. Në kuptimin formal duhet dekretohet shpërndarja e kuvendit dhe të shpallet me njëherë me dekretin tjetër data e zgjedhjeve, apo me të njëjtin dekret. Vetëm që mos të ketë më taktizime, mos të ketë më vonesa dhe mos të ketë më pozicionime të cilat të favorizojnë një grup dhe që nuk janë objektive për gjithë. Unë dhe zoti Hamza kemi qenë bashkë gjatë gjithë kohës dhe edhe në takimet e mëhershme, edhe në këto takime dhe në ato që do të ndodhin, sepse qëndrimet, qëllimet dhe vizionin e kemi pas dhe kemi të njëjtë, dhe ky vizion e ka si synim interesin e qytetarëve para gjithash dhe interesi qytetar kam besuar dhe besoj që është një qeveri pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosin. Kjo ka qenë gjithmonë e qartë, ne nuk kemi bërë politikën e vijave të kuqe në fushatën zgjedhore, por ka qenë 10 shkurti, konferenca e parë për shtyp e PDK-s përmes zotit Hamza, atëherë si është kandidat për kryeministër, që ka bërë të qartë një gjë të tillë. Por tash fjala është e qytetarëve, fjala është e votuesve, verdikti duhet të jetë i tyre. Ne kthehemi para qytetarëve, secili me llogaridhënie të plotë, me sinqeritet, kërkojmë besimin e tyre, ata le të jenë siç duhet të jenë sovranit që jep verdiktin se kush duhet ta qeverisë Kosovën. Edhe një herë ju faleminderit shumë gjithëve,